Zgjedhjet e pjesshme vendore të 9 nëntorit kanë angazhuar Partinë Demokratike të Vlorës në ndezjen e motorëve dhe në nisjen e fushatës. Në ambientet e degës së Partisë Demokratike në Vlorë u zhvillua një mbledhje pune me kryesinë e degës me pjesëmarrjen e sekretarit të përgjithshëm të Partisë Demokratike të Shqipërisë, Flamur Noka, dhe drejtuesit politik të qarkut, Bujar Leskaj. Në fokus të mbledhjes ishin zgjedhjet e pjesshme të 9 nëntorit për Bashkinë e Vlorës, si dhe çështjet të tjera organizative që lidhen me përgatitjen e fushatës dhe sinergjizimin e strukturës organizative të degës së Partisë Demokratike në Vlorë. Sekretari i përgjithshëm Flamur Noka theksoi rëndësinë e një angazhimi të plotë, të koordinuar dhe të qëndrueshëm në çdo etapë të kësaj gare mes Partisë Demokratike dhe kandidatit të pavarur për të siguruar një proces të drejtë, transparent dhe një rezultat fitues. Gjithashtu ai shtoi rëndësinë e një përgatitje të gjithanshme dhe një angazhimi maksimal të strukturave për të ndërtuar një fushatë të organizuar, gjithëpërfshirëse dhe fituese. Sekretari i përgjithshëm Flamur Noka përcolli mesazhin e qartë të Partisë Demokratike për mbështetjen e plotë ndaj kandidatit të pavarur për Bashkinë e Vlorës si pjesë e një strategjie më të gjerë opozitare për të rikthyer përfaqësimin real të qytetarëve dhe për të ndalur kapjen e pushtetit vendor nga interesat klienteliste, siç u shpreh Noka. Deputeti Bujar Leskaj theksoi domosdoshmërinë e një bashkëpunimi të ngushtë ndërmjet opozitës dhe shoqërisë civile si një aleancë gjithëpërfshirëse për mbrojtjen e vlerave demokratike, garantimin e votës së lirë dhe kthimin e besimit të qytetarëve, si dhe mbështetjen e pakushtëzuar ndaj kandidatit të pavarur në këto zgjedhje të pjesshme. Ky koordinim duhet të jetë i qëndrueshëm, i sinqert dhe me në fokus interesin publik, ka shtuar Leskaj. Partia Demokratike ka zhvilluar një mbledhje kryesie këtu në Vlorë për zgjedhjet e pjesshme të 9 nëntorit, ku i pranishëm ishte edhe sekretari i përgjithshëm Flamur Noka. Noka theksoi rëndësinë e një angazhimi të plotë, të koordinuar dhe të qëndrueshëm në çdo etapë të kësaj gare mes Partisë Demokratike dhe kandidatit pavarur për të siguruar një proces të drejtë, transparent dhe me një rezultat fitues, thuhet nga burime zyrtare të Partisë Demokratike të Vlorës. I pranishëm edhe drejtuesi politik Bujar Leskaj, si dhe antarët e kryesisë, ku është folur edhe për etapat e mëtejshme, se si do të ndërtohet fushata e demokratëve dhe opozitës për zgjedhjet e pjesshme të 9 nëntorit.